13 kandidat janë në garë për drejtuesin e Byros Kombëtare të Hetimit. Pas mbylljes së aplikimeve, komisioni i posaçëm do të shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët për të vlerësuar përmbushjen e kushteve ligjore dhe të kritereve. Në listë janë emrat e njohur të policisë dhe të drejtësisë, si ish drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano apo dhe Haki Çako. Ky i fundit aktualisht është drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Nga rradhët e policisë së shtetit aplikojnë 3 kandidatë të tjerë, të cilët janë Artur Beu, Gentian Ndoj dhe Gentian Shehaj. Beu dhe Shehaj kandidojnë për herë të dytë për drejtues të BKH-s. Një tjetër emër është edhe ai i zëvendës drejtorit aktual të BKH-s, Joni Keta. Nga po i njëjti institucion aplikon dhe Elton Kërluku, i cili është hetues financiar. Nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore aspiron për postë drejtues të BKH-s Maurice Sheldia, ndërsa nga rradhat e prokurorisë 4 aplikant. Ata janë Andi Pogaçe, Astrid Halilaj, Marinela Pilinçi dhe Nevruz Ndraxhoni. Sipas rregullores do të ndiqen 6 hapa për emërimin e kreut të BKH-s, të cilat janë verifikimi i aplikimit, vizita mjekësore dhe test për aftësitë fizike, esej me shkrim dhe test për arsyetim logjik, testi i poligrafit dhe intervistë në panel, verifikimi i figurës dhe pasurisë, identifikimi i kandidatit fitues, trajnimi dhe emërimi. Tek pika e fundit paraqikohet dhe përzgjedhja e 4 kandidatëve më potenciale që i dërgohen drejtuesit të SPAK. Altin Dumani do të bëjë renditjen përfundimtare dhe emri i kandidatit të përzgjedhur do t'i paraqitet Këshillit të Lartë të Prokurorisë për miratimin e mandatit 5 vjeçar. Aktualisht Byroja Kombëtare e Hetimit drejtohet nga Aida Hajnaj, të cilës i përfundon mandati me 31 gusht. Ajo nuk arriti të dorëzonte dokumentacionin brenda afatit të aplikimit.